نحن نملأ أفواهنا بكل شجاعة نتحدى كل من يقول إننا على خلاف منهج السلف الصالح. Kanë dalë xehmit, kanë pas një devijim. Kanë dalë rafidit që kanë pas një devijim. Edhe kanë dalë khawarij që kanë pas një devijim. Kurse në kohën tonë ka njerëz që kanë mbledh gjitha devijimet e atyre të mëparshmëve. Më thënë nëse e shikon Sejt Kutubin, më thëtë ka bidatet xehmive, ka bidatet mohimit cilësive të Allahut. Më thënë fjalë të pavërteta për Allahun subhanahu wa taala. Ka bidatet khawarijve, që i bën qafira muslimant e qartë. Do të thënë, ka thonë Sejt Kutubi, shumica ose i gjithë njerëzimi ja kanë kthy shpinën fjalës la ilaha illallah, edhe pse disa grupet njerëzve vazhdojnë ta thonë këtë fjalë nëpër minare. Do të thënë, krejt njerëzimi janë në shirk. Po një pjesë prej këtyre njerëzve që janë shirk thonë la ilaha illallah nëpër minare. Do të thënë e falin namazin, janë musliman, mirëpo për Sejt Kutubin janë mushrik. Do të thotë edhe bidati khawarijve, edhe bidati xehmive, edhe bidatet e rafidive, sulmet kundër sahabeve, të shumta, kundër atyre të përgëzuarve me xhenet, kundër khalifit të tretit prej khulefai rashidin, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, për cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si mos të kem turp unë prej tij, do të thënë i dërguari i Allahut është turpru prej Uthmanit radhiyallahu anhu. Ka thënë si mos turprona unë prej tij, kur prej tij turprohen edhe me lajket e Allahut. Dhe kurse Sejt Kutubi nuk turprohet, ka thënë ai ka qenë plak që i ka dhënë përparësi, si i thonë me këtë gjuhën moderne, do të thënë nepotizmit. Do thotë i ka punësu vetëm të afërmit vet. Edhe ka thonë që thot tekstualisht, pra khilafeti i Aliut është vazhdimësia natyrore e khilafetit islamik. Kurse periudha e Uthmanit ka qenë vakum në gjykimin islamik. Do të thonë, sipas pretendimit të tij, kohën e Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhuma ka pas gjykim islamik. Pastaj nuk ka ekzistuar gjykim islamik. Çfarë ka gjykimi kufrit, do thotë. Në kohën e Uthmanit, pastaj ka ardhur Aliu e ka vazhduar, do thotë ka qenë vakum ose zbrastir periudha e Uthmanit radhiyallahu anhu. Që në periudhën e Uthmanit radhiyallahu anhu janë bërë disa nga veprat më madhështore në historinë e Islamit. Do të thonë është shkru Kurani, është shumu Kurani, që do të kishte mjaftuar vetëm kjo. Po mos flasim për hapjen e drejtësisë, sigurisë, mirëqenies, e tjera. Do të thonë me gjithë këtë, pra dëgjum një pjesë të akuzave të shumta që i ka kundër Uthmanit radhiyallahu anhu Sejt Kutubi. Po jo vetëm edhe tjerë, do të thonë, Uthmani më i vlefshmi për cilin ka fol edhe për tjerë që janë përgëzuar në xhenet, Amr ibn al-As, që e ka quajtur gënjeshtar, mashtrues, rishvetxhi, e tjera. Edhe kjo është e vërteta.